Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak mbi një histori dashurie që dikur nisi, por nuk është se vazhdoi. Po lëre që nuk vazhdoi, por nuk ka vazhduar dhe me tjetër. Tani kjo është pikë pyetje e madhe. Fansat e Heidit edhe të Romeo Veshaj në fakt janë duke më shkruar çdo ditë në rrjetet e mia sociale për të më pyetur rreth marrëdhënies së tyre, rreth historisë së dashurisë së tyre, çfarë ndodhi me këtë histori dashurie. Ishin shumë të lumtur bashk, gëzonin shumë respekt për njëri tjetrin, kanë kaluar 2 vera që ato të dy janë të ndarë, tani kalojmë verën e tretë dhe ka shumë pikpyetje rreth kësaj marrëdhënie. Tani Heidi Baci nuk është se ka preferuar shumë të fletë për këtë marrëdhënie, por në nisjen e saj të emisionit të parë në televizionin Top Channel, ku Heidi është pozicionuar tashmë në moderimin e emisionit të mëngjesit, ka folur paksa për marrëdhënien me Romeon. Nga ana tjetër, Romeo Veshaj në nismën e emisionit të tij në X Media, një media e re që është hapur nga Romeo dhe Donald Veshaj, ka folur për marrëdhënien dhe ka treguar për ndarjen me Heidin, por nuk ka treguar për arsyet. Do të thënë e ka quajtur si një ndarje me shumë mirë kuptim. Tani, unë duke njohur se janë personazhe publik dhe vinë nga jeta publike, me patjetër që ndarjet e tyre do t'ishin me mirëkuptim, sepse nuk ka logjik që ndarjet e tyre do t'ishin me hasmëri, me inate edhe me mblefe. Do të thënë është një lloj kulture deri diku. Por çuditërisht dhe çudia e madhe që në fakt publikun e çon të mendon, të hamendson, të studion mbi këtë çift, do të thënë shndron në detektiv, është fakti pse Heidi dhe Romeo kanë përzgjedhur që të mos bëjnë një jetë të dytë. Deri më tani, do të thënë nuk ka asnjë paparac ku Romeo e kanë zënë me një vajzë tjetër, apo Romeo ka qenë me një vajzë tjetër dhe Heidi janë në sjelltas me një çun tjetër. Dhe kjo në fakt ka ngritur dyshime shumë te publiku për të besuar akoma që mes atyre të dyve fshihet një diçka. Le të themi fshihet një kontakt i vogël. Unë mendoj që Heidi sot e kësaj dite ndjen akoma pëlqim për Romeon, po gjithashtu dhe Romeo për Heidin, sepse zakonisht kur ndodh ndarja, çiftet ndarjen e bëjnë për një rrugë më ndryshe në jetë, për një moment më të mirë, për një zgjedhje tjetër, por jo deri në këto nivele. Dhe unë e shoh domethënë si një marrëdhënie e cila ka nisur, është prishur dhe tani ka mbetur në pikpyetje, sepse për gjithë këtë kohë Heidi dhe Romeo me patjetër që do të kishin dalë me një diçka publike që ato do ndërtonin prapë në jetën e tyre. Për shembull, Romeo ka qenë një periudhë shumë larg medjes, derisa hapi medjen e vet, ndërsa Heidi ka qenë pak më aktive, por në shumicën e rasteve janë parë edhe në për destinacione të njëjta. Si mendoni ju, çfarë ndodhen rreth këtij çifti?